Lëvizja Shqipëria e Re, duke vënë re se imuniteti i funksionarëve dhe në punësve të sistemit drejtësisë, po ashtu deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë apo funksionarëve të tjerë të administratës publike dhe shtetërore është ndërruar si burim korrupsioni, e po ashtu si një pengesë e madhe në luftën kundër korrupsionit, po ndërmerr një iniciativë për organizimin e një referendumi që ka të bëjë me prodhimin e një ligji që do të bëhet mundur heqja e imunitetit vetëm me një procedurë. Duke vënë re edhe vëmendjen e jashtëzakonshme që ka në këto momente për këtë çështje Bashkimi Evropian, si edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, ne po ndërmarrim këtë iniciativë që ta shtrimetej në popull dhe të japim mundësi popullit të ushtrojë drejtën e vet referendare nëpërmjet angazhimit në këtë referendum. Ndërkohë që dispozitat kushtetuese kanë bërë të mundur që të bllokohet drejta e popullit për të ndryshuar kushtetutën me referendum, ne po angazhohemi për prodhimin e një iniciative ligjore e cila ka në thelbin e vet apo në themelin e vet heqjen e imunitetit me një procedurë të vetme. Do të angazhohemi ditë për ditë në mbledhjen e 50.000 firmave, firma të cilat do të na bëjnë të mundur kërkesën në KQZ e pastaj edhe të presidenti për organizimin e këtij referendumi dhe saktimin e datës së referendumit. Unë besoj se përfaqësuesit tanë institucione ligjvënëse, në moment që nuk janë më përfaqësues të interesave dhe drejtave tona, atëherë ne duhet ta ndërmarrim këtë iniciativë dhe të ushtrojmë drejtat tona kushtetuese për të mbrojtur interesat tona dhe interesat e publikut. Faleminderit. A kemi ne pyetje? Kjo në fakt, pasi është krimi shqiptar se që caktuar ose të shoh të ligjësinë është kuvendi, po në moment që kuvendi nuk është për këto 22 vite, nuk ka vullnet politik për ta ndryshuar ligjin që ka lidhje me imunitetin si një korrac, si një guaz që pastaj mbron gjithë ato persona të cilët mund të jenë përfshirë në korrupsion. Ne duhet ta ndërmarrim këtë iniciativë për t'i treguar edhe kuvendit, por për të treguar edhe gjithë njerëzve të tjerë se në momentin që nuk ka vullnet politik, atëherë jemi ne, cilët me angazhimin ton personal edhe publik mund të sjellim ndryshime në vend edhe ndryshime ligjore. Ne synojmë sa më shpejt të mbledhim këto 50.000 firma, po varet prej angazhimit edhe të njerëzve, edhe të organizatave të tjera partnere, po ashtu edhe të Lëvizjes Shqipëria e Re, po besojmë se shumë shpejt. Mund na zgjasë 2-3 muaj të mbledhim 50.000 firma dhe pastaj vazhdon procedura ligjore. Ai sa është e parashikuar edhe në kushtetutë procedura ligjore e caktimit të datës së referendumit për presidentin.